Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë edhe me tutje të flasim për surën Isra. Një gjërave të bukura që na mëson sura Isra, që duhet me kultivuar në Ramazan, është që pjesa që unë kam shkruajtur në Mejdan është Turqia. Pra, dikun 12 orientime dhe këshilla nga ana e Allahut mëndueshëm, asnjë rast tjetra s'kan të bëjnë me atë pjesën domethënë vetanake, me atë pjesën individuale, me atë pjesën le të themi mund të atij adhurimi klasik. Se i përket namazit, abdesit, agjerimit nafile, jo vëllazër. Wa qada rabbuka, shifë një prej gjërave që veçohet edhe specifikohet edhe kjo si ma unë ka shtyp më shumë, që Ramazanin ta ndëlidhim me Kur'anin veçanti me këtë që tash do e potencoj është edukimi. Subhanallah, surja Isra krye çik. Subhanallah është e stërmbushur. Domethënë me edukim wa qada rabbuka. A kupton? Domthon Zoti yt, domthon frymëzuesi yt, inspiruesi yt, a kupton? Shifë domthon ose edukatori yt, në vazhdimsi e ndërlidh veprimtarinë, jetën, bot kuptimet, mendësitë, adhurimin, edhe angazhimin e pejgamberit sallam me edukim. Realisht edukimi i mirëfillt nxjerr breza, kupton, krijon breza. Edukimi i mirëfillt vëllezër mundson të ardhmen krijimin e një shteti të fuqishëm. Edukimi i mirëfillt realisht subhanallah krijon lidera, krijon njerëz të mëdhenj vëllezër. Andaj subhanallah wa qada rabbuka alla ta'budu, Allah i mëndueshëm duan edhe ka saktuar. A kupton? Edhe e ka vulosur që domthon Zoti yt, edukatori yt, frymëzuesi yt, inspiruesi yt, alla ta'budu. E gjëja domthon ma kështu edhe si më pa kompromis është adhurimi i tij. Edhe është njësimi i tij dhe ne me lejen Allah mëndueshëm do të flasim për këtë reflektimin e tauhidit në jetën tonë. Po këto në Mejdan është Turqia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Andaj unë kam shujt prindi është baza e edukimit të fëmijëve. Prandaj domthon e potencon edhe e veçon vlerën e madhe që e ka prindi, edhe nëna edhe babai. Andaj shifet domthon Allah i mëndueshëm se si e orienton edhe e mëson njeriu edhe fëmijën se si duhet sillet me prindrit e tij, me nënën edhe me babain. Imme yablughanna, i tregon domthon ato etapat e jetës tyre. Dhe normalisht domthon kur e arrin atë kulmin, atë moshë më të shtyr. Fala taqul lahuma urdhër, fala taqul lahuma. Përfshin të dytë. Mos gabo domthon. Në asnjë mënyrë domthon t'ju thuash diçka atyre, domthon ndonjë fjalë të pahishme. Se nganjëherë ti e thuni fjalë po i lëndon ata. Edhe vallahi un jam i bindur se gjithsesi. Nganjëherë për shkak të nervozës, për shkak të zemrimit, për shkak si më anë të ngutisë, nganjëherë ju qasemi e u akthejmë fjalën prindve tami, po e shohim fytyrat e tyre. Në fytyrat e tyre e shohim subhanallah mërzinë edhe prekjen e madhe që e shkakton ajo fjalë e nxjerrur nga neja. Ne duhet kemi shumë kujdes se si sillemi me nënat tona, me baballarët tanë e kështu me radhë. Andaj fala taqul lahuma uf. Dietarët domthon në librat e tefsirit është si më hanë mirë njohur kur thonë që po të kishte diçka më të madhe se kjo, Allah i mëndueshëm do e kishte përmendur. Wala tanharhuma, dhe mos i nënçmo, mos i përboz, mos i shtyj ata. Tanharhuma, kur sa arrin një shpjegim ndër sura Duha po që na lidhet me këto. Tanhar, mund të ke parasysh atë lumin, atë që janë ku zakonisht njerëzit që janë të stresuar, apo që janë si më han të stërmbushur me brenga, me hallë, me probleme. Nganjëherë shkojnë domethënë për rreth lumit të liçenit, sa të pak që të harrojnë atë angazhim ose atë mundim ose atë stres ose atë sfidë kështu më radh, apo që të shkapën sa të pak. Falet në harrume. Mos i vë domethënë prindërit tu, mos i dërgo deri në këtë stad. Ata subhanallahu domethënë të detyrohen që të ikin, të shkojnë në disa vende kur realisht ta marrin me mendin në mënyrë që mos ti kujtosh ato fjalë, ato veprime ose ato tentativa domethënë për t'i goditur e kështu më radh. O kullahuma dhe thuaj atyre qawlan karim. S'ka thonë shumë thuaj fjalë të mira, jo. Qawlan karima. Vëllazër fjalë që tek ata fut gëzim, fut hare, fut dashuri, fut vullnet. Kerime, fjalë që janë tamam, janë domthon fisnike. A kupton, kanë vlerë, kanë peshë. Dhe realisht janë si më thon kështu ndikuese. Waqfid lahum janaha dhulla. Vëllazër,
ba domethënë modest, po ba modest edhe me u mundu në vazhdimsi me shërbim atyre. Wa qur rabbi irhamhuma, thuaj o Zot, Rabb, o edukatori im, mëshiroj ata dy kema rabbiyani, sikur sa ata mu ose për shkak të edukimit tyre ndaj meje, o Zot, mëshiroj ata ja Rabbi. Kema rabbiyani saghira, o Zot, për shkak të atij edukimit që ma kanë bërë mua kur kam qenë i vogël. A kupton, ka qenë domethënë i pavendosur, s'kam qenë i vetëdijshëm. Ja Rabbi, mëshiroj ata. Shefe subhanallahu si e ka lidh këtë lutje dhe këtë dua, edhe këtë përkushtim në lutjen ndaj tyre, kema rabbiyani saghira. Dhe sa duhet me kultivu sot Ramazan që të mos të lloj edukimi, që pastaj muslimani me qenë i dobishëm, edhe me qenë kështu kopje, edhe me qenë pasqyrë të tjerë. Edukimi është shumë i rëndësishëm. E këtë edukim në jap Kur'ani brenda Ramazan. Kema rabbiyani saghira. Të mundohemi subhanallahu tamam si jemi të vëgjël në edukim në formsim, jetë Ramazani piknisja këtij garimi edhe këtij synimi. Kjo është pak a shumë ajo pika 5 që e kemi shkruar edhe e cila ka të bëjë me këtë ligjërat. Ju rujti malli Zot,